Allahun e falënderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Me lenin Allahut Azza wa Jall fillojmë ligjëratën e parë të këtij seminari. Sipër natyra e këtij seminari është që të njohim mesele, çështje që kanë të bëjnë me praktikimin e fesë. Kjo është pjesa më e madhe. Pjesa e dytë e seminarit është njoftimi me mesele që kanë të bëjnë me akiden apo me besimin, që janë do të thotë çështje abstrakte, që pa dukshme. Diçka që e ki në zemër, që nuk ta sheh tjetri, por se ai iman, ai besim duhet të manifestohet me vepra, me punë. Edhe kur vim të vepra, të puna, më njëherë vjen në shprehje shkenca e fikhut, apo shkenca e cila është mbi kuptimin e fesë. Kësaj i thënë fikh. Fiqhi shay'a yafqahuhu, do të thonë e kuptoj një çështje edhe është duke e kuptuar. Që në kupton se njeriu për me vepru një vepër, një punë, një ibadet, një adhurim, s'parer duhet që ta kuptoj atë. E sheriat ka një shkencë, posaçme e cila e ka emrin fiqh, shkenca mbi kuptimin e fesë. E shtash na do të thotë jemi te shkenca e fiqhut, ku para se t'ja fillojnë të shpjegoj meselet të cilat janë parapame, do të mundohemi që të shpjegojmë disa terme, disa terminologji, të cilat ju vazhdimisht i ndëgjoni i përsëritni. Ama pyetja është se ato tema, ato terme, duhet që t'i kuptoni në thelb, që ta dish që kur thuhet fjala dispozit, hukum, që thënë hukmi i kësaj është kjo, apo dispozita e kësaj mesele është kjo. Edhe duhet që çdo kush të nënkuptoj se çka ngërthen në vete fjala dispozit, apo çka ngërthen në vete fjala hukum. Na shpesh ndëgjojmë nga musliman të cilët thënë hukmi i kësaj pune është kështu. Hukmi i kësaj mesele është kjo. Unë jap hukum, unë jap dispozit. Ama kush në esencë apo në realitet e ka kuptuar do të thotë kuptimin dhe definicionin e fjalës dispozit. Çka është dispozit? Kush din me tregu çka është dispozit? Me fjalët e veta. Ligjërata do të jenë her paseri interaktive. Bujë. Falerant. Në rregull, në natyrë, ka një çështje legislative. Në vendim. Vendim. Ligje. Parim norm. Qëndrim. Gjitha janë sinonimet asaj që duhet më thonë. Dispozit është çdo gjë khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'al al-mukallifin iqtida'an aw takhira. Kjo është dispozit. Është çdo gjë me të cilën ju drejtohet ligjdhënësit të obliguarve, që ka të bëjë me veprat e të obliguarve, sikur se kërkesa ose zgjedhja. Që do në kupton se dispozit, këto si keni në libër. Këto që do ta shpjegojmë sonte këto, është një shkencë e cila është usuli fiqh. Që në kupton në shkenca mbi cilën shkencë ndërtohet e gjithë shkenca e fiqhut. Kjo shkencë është e vogël. Pak flitet për te, a mbi këtë shkencë ndërtohet shkenca e fiqhut. Që do me thonë se kjo është çdo gjë, çdo dispozit, çdo fjalë, çdo urdhëresë e Zotit, e cila ka të bëjë, e cila ju drejtohet të obliguarve. Çfarë në kupton të obliguarve? Të detyruarve, ata që kanë him bilik, të cilët mbajnë përgjegjësi për veprim apo për mos veprim, të cilët janë ngarku me urdhëresa apo ndalesa nga ana Allahut Azza wa Jall. Çka nuk kuptojnë me fare me të cilën ju drejtohet. Këtu ka diçka që nuk kuptohet pozitivisht, që nuk kuptohet edhe negativisht. Që nuk kupton se çdo drejtim i Allahut ndaj krijesave të tija nuk kupton urdhëresën dhe patjetërshmërinë e veprimtarisë së asaj atij drejtimi. Pse Allahu Azza wa Jall të ka thonë bën diçka, nuk kuptohet me automatizëm se është obligim për ta bëhat. Për këtë shak, në fund thotë që ka të bëjë me veprat e të obliguarve. Që do me thonë, kjo më nuk ka të bëje me diçka që nuk është vepër, nuk ka të bëje këtu më me akiden.
Këtu ka të bëjë me vepra praktike. Allahu Ekber. U drejtova ka kibla, mora abdes, vepra që është diçka do të thotë që preket, shifet. Do të thotë që është e kundërta e besimit, që është diçka abstrakte, e cila fshihet në zemër, shprehet me gjuhë, manifestohet me vepra. Sikurse kërkesa ose zgjedhja. Kur themi kërkesa nënkupton do të thotë kërkesën Allahut Azza wa Jall, e cila ju drejtohet krijesave, apo e cila kërkesë nënkupton në obligshmërinë e veprimtarisë së asaj vepre, apo zgjedhja kur Allahu Azza wa Jall i lën hapësirë të obliguarit që jemi na, që janë krijesat, e ju lën hapësirë që të bëjnë zgjedhjen e veprimit të asaj vepre apo mos veprimit të asaj. Kush din me fjalë veta këtë me kallëzuar tash? Do të shkojmë këtë formë njerë të shpjegojë të shkruan apo të shkruan e pastaj të shpjegojnë. Edhe pse unë ketëve juve më va printu këto, me va dhon. Edhe pse do të thotë ajo shkrimi me fjalët e juve, unë va preferoj se ju mbetet më gjatë se sa atë që kam me va dhon unë të gatshëm, se këtu ne kam bën me fjalët e mia e ju atë e shkruani me fjalët e juve që ju e kuptoni ashtu. Kush mund ta kallëzojë çka do të thon fjala dispozit? Hukum. Dikush të ketë kujdes në terminin e ligjëratës, mos ta habiti. Çka është hukum? Hajde vllazni. Thuaj Eron, çka është hukum? Komentoj këtë që e thash unë, lexo lirisht, do të edhe ama me fjalët e tua thuaj, mos e përqendroj. Ajo është do të thotë parafërsisht. Nuk është domethënë ajet kuranor që mos më ndru. Si dush ndroje. Veç tu je çat më ana. Por ai të parim apo rregull apo një normë e cila të cilën dikush e jep, nëse dikush do ta zbatojë. Jo, në atë aspektin e obligueshmërisë, me zgjidhje apo me obligim. Që në kupton se çdo drejtim i krijuesit i Allahut ndaj krijesave nuk kupton se është obligim. Bismillah. Dispozita e mësimit të shkencës së fikut. Që nuk kupton se hajde, çka do me thonë kjo? Çka do me thonë kjo? Tregun fjalën dispozit, e shtash? Do me thonë, na dojmë me di shtash Allahu Azza wa Jall. Do të praktikon faktikisht janë të urdhëruara, nuk ka ndryshime dhe ato patjetër do të praktikojnë ashtu si. Jo, këtu na do të mësojmë shtash hukmin e mësimit të shkencës së fikut. Na dojmë me di shtash Allahu Azza wa Jall për me mësu fikun, çka na ka thonë? Na ka thonë se kena patjetër apo na e kalon këtë çështje të bëjmë zgjedhje mes veprimit dhe mos veprimit. Çka nuk kupton dispozit, hukum. Kjo është hukmi. Na do me ditë, do të thotë qëndrimin Allahut Azza wa Jall ndaj shkencës së mësimit të shkencës së fikut. Ndaj mësimit të shkencës së fikut. Do me ditë Allahu Azza wa Jall na ka bërë obligim apo na kalon hapësirë për të bërë zgjedhje mes veprimit apo mes mos veprimit. Ç'kjo është fjala hukum? Do me ditë qëndrimin e Allahut për këtë çështje të caktuar. Për këtë çka thuhet hukmi i namazit, hukmi i zakatit, dispozita. Dhe me ditë na kur themi hukmi i namazit, çka është? Ka mundësi me kon sunet, farz, mustahab, vajib, obligim, shtyll. E shtash na kur themi hukum, duhet mundja na nënkuptohet çka? Se na duhet mi çel librat, mi kërku argumentet, mbas të argumenteve fetare të vinë në konkludim se ky hukum nënkupton filan dispozitën. Farzi kifaje për çdo besimtar. Farzi kifaje për çdo besimtar. Që nuk kupton farzi kifaje, nuk kupton se nëse një pjesë e muslimanëve e kryjnë këtë obligim, shkojnë dhe kërkojnë do të studiojnë shkencën e fikut, ai obligim mbije nga pjesa tjetër e besimtarëve, sikurse namazi i xhenazës. Nëse e falen 4-5 veta namazin e xhenazës, e një pjesë tjetër e muslimanëve rinë me një skaj se falen atë namaz, nuk kanë gjuna apo mëkat sepse se kanë fal
atë namaz. Ama nëse askush s'ia fal xhenazën, një besimtar i cili vdes, ka gjuna i gjithë qyteti. E njëjta vlen edhe me dispozitën e kërkimit të shkencës së fikut, apo studimit të shkencës së fikut. E njëjta vlen. Që nuk kupton se me një vend ku nuk ka hoxh, ku nuk ka, se fjala hoxh nuk kupton që ai të mësoj rregullat fetare, ta mësoj shkencën e fikut. Mes tjerave, sa e ka shumë shkenca për të mësuar, mes tjerave hoxha studion edhe shkencën e fikut. Që nuk kupton se me një vend ku nuk ka hoxh, i gjithë qyteti, i gjithë fshati mbajnë mëkatin dhe gjunojnë se nuk kanë hoxh nga mesi i tyre, i cili do t'u mësoj atyve fen. Për dallim prej asaj, sikur sa ata kishin dërguar një hoxh apo një të ri i cili do të studiojë xhallak dhe do të kthehej një ditë do të bëhet, ky gjuna do të thotë nuk do të kishte mbi gjithë ata. Që nuk, nga ana tjetër nuk kuptohet edhe një mesele tjetër. Çdo musliman e ka farzi ain, që nuk kupton sikur se e ka farz me fal namazin apo me kry obligimin e caktuar. Çfarë do që është ajo? Ka për obligim të mësoj rregullat dhe parimet fetare sipërfaqësore për atë adhurim të caktuar. Kur themi sipërfaqësore, kemi për qëllim shembull, po e marrim namazin, apo po e marrim zakatin. Zakatin shembull e ka çdo musliman obligim ta dije se e ka patjetër një herë në vjet me dhon. Çdo kush duhet me ditë kët. Nuk mundet me thon dikush se kur ta vetesh a e din ti çka zakati s'm intereson, hoxha i di ato mabete për neve. Ja, e ka patjetër çdo musliman me ditë rregullin e zakatit. Obligim e ka. Nga ana tjetër e ka obligim me ditë se një herë në vjet duhet me dhon, sepse kjo është informatë sipërfaqësore, dhe se e ka obligim ta dije se duhet me dhon 2.5% nga pasuria e tij e cila është e grumbulluar, dhe se nisabi sasia nga e cila duhet fillu me dhon zakat është 85 gram ari dhe përpjet. Këto janë 4 mesele të cilat duhet mi di çdo musliman te zakati. Kur jemi te hoxha ban klasifikimin, ban ndërhyrjen në mesele të cilat janë detajizuar, nga sa ai ka studiuar në thelb shkencën e fikut. Ai më është bë fiqhi. Ai më është bë fiqhi, dhe se ai është obliguar që të hin në mënyrë rrënjësore të bëj studimin e meseleve të caktuara fetare. Dhe ai hin do të studiojnë argumentet e para herë se pse është bë farz, ti se ki obligim me ditë se pse u ka bë farz. Ti ki obligim me ditë se farz e ki. A pse u ka bë farz? Atë punë në ta boje në ta studioje hoxha. Ajo punë është e fekihut, e alimit, i cili do të merr, do t'i grumbulloj gjitha argumentet fetare, dhe pasi që t'i lexoj gjitha argumentet, ai bie në konkludim se nga këto argumente gjithë përfshirëse dalim me konkluzën se kjo obligim është shtyll, është sunet, është mustahab, është mekruh, çka dush thuj më tutje. Por se do të thotë muslimani, xhamatlia, avami e ka për obligim të di meselet fetare në mënyrë sipërfaqësore. Nuk kupton kjo se nuk i lejohet që të bëj studimin më të thellë. Ajo është më e mira. Dhe ajo është më muslimançe, më e drejtë, më e preferuar. Që ai do të thellohet në shkencën e fikut, të merr do të mësoj meselet në mënyrë detajizuar, duke studiuar mendimet e dietarëve, dallimet mesele, pastaj meselet të cilat janë fije brenda asaj shkence që është këtu konkretisht këtë rast meselja e zakatit dhe kështu me radhë. Por sa që e tham këtu, ose çdo musliman duhet që di në mënyrë sipërfaqësore për gjitha adhurimet që ai i vepron gjatë ditës së tij apo gjatë mbrëmjes. Sikurse për shembull çdo musliman duhet me ditë se si duhet me marr abdes. Nuk mundet ai me thonë çdo herë kur ka marrë vaktin me marr abdes ka me thirr hoxhën në telefon. E ka obligim këtë me ditë. Çdo musliman e ka për obligim ta di si duhet me marr gusl. Çdo musliman e ka duke mos hinë meselet e thella që janë. Sepse na abdesin shembull, kur mësohet mesela e abdesit në fakultet, në mënyrë akademike, abdesi mësohet 6 muaj, e dini ju. Në mënyrë akademike, shkenca apo kapitulli i abdesit, kitabut tahare që thuhet, mësohet 6 muaj. A një xhamatit, një avamit i duan 6 orë që ta mësoj abdesin, që është pak tepër ndoshta. Ndërsa hoxha i cili ka marrë rrugën që të bëhet fiqhi, e ka obligim që 6 muaj ai ta mësojë shkencën e fikut, që ai dalë fiqhi para xhamatit, që xhamatit kur ti ngatrohet meselja,
Në çështje të caktuara ai dihet të jep dispozit hukum. Ai dihet me kallëzu se çfarë është qëndrimi i Zotit ndaj kësaj dukuria apo ndaj kësaj ndodhie që ka ndodhur. Ama ti duhesh mi ditë meselet në mënyrë sipërfaqësore. Dhe me aq mjaftohesh dhe me aq e kryen obligimin tënd si avam ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kështu e njëjta vlen për namazin, e njëjta vlen për zakatin, e njëjta vlen për haxhin. Haxhi nuk, sidomos te haxhi po e rit tek kësaj këtu dhe po do të përqendrohem nga se haxhi nuk bëhet kako për vetë ako drugi. Ka të shkoj hoxha dhe xhamati. Ja, ai cili vendos që të shkojë në haxh, me automatizëm nuk kuptohet se atij Allahu azza xhela ja ka obliguar një obligim të cilën se ka pas më herët, shtash me plotësimin e kushteve të haxhit, atij mo i obligohet çka do të realizimi i haxhit. Dhe sa ai duhet që të merr, të lexojë do të thotë libra apo të konsultohet me ndonjë hoxh, mesele që janë sipërfaqësore, sikurse për shembull, çka është ihrami, çka duhet më thonë në mikat, në Mekë kur të mëni çka duhet më bë, pika nisë tavafi, ku mbaron tavafi. Dhe kështu me radhë do të thotë kur shkohet Muzdelife, kur shkohet në Arafat, kur shkohet Mina dhe kështu me radhë, duke mos hinë meselet që janë të detajzuara do të thotë në këtë mesele. Qartë deri këto? Në them dispozitat është dispozita e tipit janë rregullat të cilat nuk guxon të ndryshojnë. Çfarë bëhet me ato rregulla të fikut të cilat kanë mendime të ndryshme, nuk vjen në dispozit. Po. Na kur themi dispozit, kemi do të thotë për qëllim gjitha llojet e dispozitave që do të vinë pak më vonë, është do të thotë mes tjerave. Nuk kupton se nuk ka hapësirë për qëndrime të ndryshme në dispozitat fetare. Pse? Sepse na kemi raste një ajet kuranor, një dietar nxjerr do të thotë argument nga ai ajet kuranor se ai ibadet është farz, atjetri thotë jo, unë e kuptoj se nga ky ajet kuranor nuk kuptohet se kjo vepër është sunet, shembull. Pse? Sepse qasjen në argument e ka do të thotë nga këndvështrim tjetër. Një argument i ki 2, 3 apo 4 mendime ki raste. Kjo ama dispozita ekziston të gjithë të 4 dietarët. Pse? Sepse dispozit është, unë me qëllim nuk do shta me ndal aty, dispozit është me thonë kjo është fars, kjo është sunet, kjo është mustahab, kjo është mekruh, kjo është haram. Këto gjitha janë dispozita. Na pse kemi dhënë dispozita të ndryshme, do me thonë se që të gjithë e kemi qëllu. Edhe kjo është një mesele tjetër. Po na gjithë kemi thonë se dispozita e sheriatit për këtë mesele caktuar është kjo. Pa më parasysh se kemi qëllu ajo. Na do më thonë me rëndësi është që t'japim dispozit, hukum. E kemi një mesele caktuar, mas andej bëhet do të thotë më vonë diskutimi mes dietarëve apo mes palëve, mes hoxhallarëve, se do të thotë bëhet shtjellimi i argumenteve, do të thotë diskutimi rreth prejardhjes së argumenteve, mënyra e kuptimit të argumentit, që gjitha janë këto shkencat të cilat kthehen në shkencën e usul fikut që ne e kemi do të thotë sonte para nesh. Dispozitat. Hajde. Ma vjedhë lafën Musa. Hukmet. Sa janë? Folni. Çka është namazi? Farz. Çka është me pi cigare? Mekruh, haram. Që tre u banën? Mustahab, mubah. Mustahab, mubah. Hajde. Sunet. Vajib. Këto janë dispozitat, këto janë hukmet që janë do të thotë sipas shumicës së dietarëve. Këto mesele që do t'i përmendim na këto, nuk do me thonë se janë veç unë si tham. Këta keni parasysh. Këto janë do të thotë konkludime dhe qëndrime që janë marrë do të thotë duke kërku ditori, që është do me thonë shumë pak në krahasim me atë që duhet, dhe se nuk është as pak do të thotë e pamundshme që unë nesër me ardhë me thonë për diçka që sot kom thonë se është shembull farz, me thonë se është sunet nesër, apo
që është mikru me thonë se nesër është haram. Këto që i bëjmë do të thotë meselet e fikut, kur flasim për fik, ta keni parasysh se çdo herë ekziston edhe një palë tjetër e cila do të thotë mendon ndryshe për asaj që unë e tham këto. Por sa atë që e tham unë këto është e bazuar në bazë të asaj që unë kam mujt me lexu deri shtash. Deri shtash, nuk do me thonë se është vetëm unë si tham apo vetëm na si themi. Çdo herë do të më lën hapësirë për mendim ndryshe, duke e toleruar mendimin ndryshe, duke u munduar që me i bëu do të thotë mu përballu me ato me argumente dhe me fakte të sakta. Çfarë janë dispozitat? Mubah, mendub, vajib, haram, mekruh. Mirë, çka është mubah, çka është mendub, çka është vajib, çka është haram, edhe çka është mekruh. Çdo kush ka njënën e ta zgjedhë që ja merr mendja se mundet me e tregu, me ka një shembull. Mubah e pëlqyer. Tjetër, kush? Mekruh, po e pa pëlqyer apo e urrejtur. Mirë. Ha? Haram, mëkat. Haram është mëkat. Ndaluar. E ndaluar. Do më thonë gjuna i madh. Vajib? Obligim do më thonë. Du shpa tjetër me bo. Me fatin e ka dallim. Vajib me fars. Po, të shumica e dietarëve nuk ka dallim mes vajibit edhe farzit, përpas se do me thonën të një pakicë dietarëve që bëjnë dallimin mes asaj edhe kësaj, dallimi i cili është më shumë në fjalë se sa në realitet. Më shumë është në fjalë se sa në realitet, edhe për këtë shkak asaj si mesele unë i kam hik, nuk kam dashur që këto to alodhi trunin, nëse doni e hekim vajib e bëjmë farz, as pak nuk është domethënë problematike. Kush tregon një vetëm mubahi ju ka mbet pa e definuar deri tash. E lejuar. Kjo është mubah. Me flet. Mubah është. Ha? Po, mendubi është sunnet. Kjo, mubah ebaha shay'a yubihuhu, do më thonë e ka leju. S'do me thonë se e ka pëlqy apo nuk i ka pëlqy, e ka leju. Do të ban me bo dhe nuk ki kur një farë shpërblimi pse e ban dhe kur një farë mëkate pse nuk e ban. Është e drejta jote përpas se nëse kjo vjen ndesh me rregulla tjera fetare. Po. Po. Mendub është sunet. Nedebe shej yendubuhu, domethënë e ka pëlqyer Allahu Azza wa Jall, këto do të thotë që nuk kupton është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo sunetet në përgjithësi. Haram? Vajibi është. Kjo është vajibi. Kjo është vajibi, domethënë kështu ta mësoni në mënyrë akademike, ta dini do të thotë fije, çka do të thonë fjala vajib. Është fjala të thënë non stop e përdorim. Edhe duhet ta dim prej në rroj, që ti ta matish mirë në kantarin tënd kur thosh kjo është vajib. Sepse shkruani edhe do të vazhdoj. Vepra për të cilën shpërblehet vepruesi me qëllim afrimi tek Allahu dhe meriton dënimin ai që e lën veprën. Vepra për të cilën shpërblehet vepruesi me qëllim afrimi tek Allahu dhe meriton dënimin ai që e lën veprën. Kjo është vajibi. Me qëllim do të thotë ngjyra është këtë e kaltërt, ngjyrë qielli, që nuk kupton do të thotë kënaqësinë, pamje, liri,
sepse besimtari kur kryen obligimin, vajxhibin, e ndin ket lehtësim, e ndin ket kënaqësi, sikurse me adhon gjithë dunjon, gjithë qiellin dhe tokën. Kjo është një kënaqësi dhe një simbolik që e ka praktikimi dhe realizimi i vajxhibit. Edhe me qëllim kjo ngjyrë është e zgjedhur do të thotë këtë formë. Gjitha ngjyrat që janë këto, gjatë slajdave që do t'i keni kanë të bëjnë me natyrën e fjalëve që janë. Dhe mundohuni që ndonjëherë mi lexoj edhe këto ngjyra sepse ju mbesin në trum. Ngjyrat janë do të thotë fotografitë mbesin në trum më shumë se sa fjalët. Dhe mundohuni mi perceptu mirë. U ka dashtën, po më ka ikë. Allah shpëmleft. Dhe meriton dënimin ai që e lën veprën. E krytët? Mirë. Nuk kupton se vajxhib është vepra të cilën vepër e vepron vepruesi, njeri do thotë, këtu në këtë rast, me qëllim afrimi tek Allah, do të thonë me nijet. E vepron veprën me nijet për të afruar te Allahu azza wa jall me veprimin e kësaj vepre. Ai nuk e bën kët pse të tjerë të bëjnë. Nuk e bën kët për hatër. Nuk e bën kët për sy e faqe apo për qëllimet kësaj dunjoje, por se është kusht që ta bëj me qëllim afrimi tek Allahu. Kjo është domethënë kushti për cilën kusht do thotë duhet pas kujdes vazhdimisht kur bëhet fjalë për vajxhibin. Dhe meriton dënimin ai që e lën veprën. Ai që e lën veprën e meriton dënimin Allahut azza wa jall. Ai që e lën vajxhibin, e lën do thotë vajxhibin, meriton dënimin Allahut subhanahu wa taala. Arsyet në vajxhib dhe në mos realizimin e vajxhibit janë domethënë janë relative, herë të pranueshme, herë të papranueshme. Dhe për këtë çak se kumulon e cili e lën veprën, se kumulon as me qëllim, as pa qëllim, as me hares, as pa hares. Sepse do të thotë është qëndrim relativ, i cili do të thotë është fleksibil në bazë të situatës dhe nevojës, jipet edhe hukmi, dispozita e shariatit për mos veprimin e atij vajxhibi. Herë jipet me kompenzim jipet dhe thuhet këtë lënjet e vajxhibit dush ta kompenzosh me një veprim tjetër të këtij vajxhibi. Herë bëhet domethënë me kompenzim të natyrave të tjera, sikur sa është do të thotë thërrja e qurbonit dhe kështu me radhë, herë bëhet me pendim dhe herë bëhet domethënë me asgjë. Thjesht lihet ashtu si ka qenë, nga se do të thotë ndron dispozita në bazë të gjendjes së njeriu. Kur themi me asgjë, sikur se njeriu ka pas për obligim ta shembull ta fal namazin e ikindis. Hin kohë ikindis, hin koha ikindis dhe ki kujdes me projektorin, mos në të projektor. Hin koha ikindis, ai thot edhe një gjysati, ta kry punën dhe ka me fal ikindien. Ta mama i ban njet me fal ikindin, i humb mendja. Ç'mendet njeri? Çka i themi këtij? Çashtu pa mend kena me obligu me fal farzina. Ja i themi këtij, as pendim nuk duhet. As kefaret nuk duhet. As nuk duhet me fal kaza, as kur gjë, hiç. Sepse i dulen mend, për këtë çka thum, dhe njerë thuhet me pendim. Dhe njerë thuhet me asgjë. Dhe njerë thuhet me ri falin atij namaz. Sikur se personi i cili ka thirr ezani i kindis, përsëri po edhe çka? Ka thonë do ta falë pak më vonë. Dhe ka haru, ka hi vakti e akshamit. Edhe ti ja përkujton, ai falë thu i kindien. Ai thot, pas ku më haruni, me ka harun. I themi këtij çka? Më njëherë fali kindin, pastaj fal akshamin. Çka do të thonë, e kompenzon ket me ket. Apo njëri i cili është në haxh, ka haru me bën një obligim të haxhit. Çfarë i themi atij? Pse e ke lënë ti këtë obligim dush me thirr kurban? Sa ai obligim nuk ka mundësi më të ripërsëritet, nga se ka kohën dhe vendin. Ajo kompenzohet me kurban. Dhe kështu me radhë, domethënë në mesele që janë me mira, me qindra, që ka mundësi të thekson. Për këtë shkak që e lën dhe meriton dënimin ai që e lën veprën. Ai që e lën veprën. Edhe për këtë shkak s'ka mbllon do të thotë me qëllim, pa qëllim, me hares, pa hares, por përgjithësi do të thotë generalisht ai që e lën vajxhibin meriton dënimin e Zotit, e të dikush do të thotë ajo kompenzohet, dikush nuk kompenzohet. Qartë? Por no. Ka
ndonjë urtësime kjo është për vlerë, se nuk është për vlerë është dënohet. Po është e lanë që hapësira meriton, do të ka filozofinë e vetë fjalia nëse e shohim kështu, a? Se jo me automatizëm dënohet, po meriton dënimin. Allahu azza wa jall mund t'ia fal. Allahu azza wa jall mund t'ia fal. Por me qëllim nuk përmendet kjo ai relativizmi që të mos bie njeriu në shpresa. Sikur që çdo herë që e lën ai vajibin ai se Allahu Gafurur Rahim. Me qëllim nuk përmendet ajo që të mos t'i jap shkra lënësit të vajibit, edhe këtë me pas kujdes atë ndikimin psikologjik apo psiqik të njeriu, domethënë që çdo herë kur ja lecon një lonjë të një vepre shumë të madhe, ai vazhdimisht ka mu mbështet çka në rahmetin e Zotit. Jo, lënësit të vajibit që përsëritet vazhdimisht, lonja e tij, atij çka ja përmendim dënimin e madh të Zotit. Nuk ja përmendim rahmetin e madh të Allahut azza wa jall, që çka ai të përmirësohet. Shembulli 5 kohët e namazit. Kjo është një shembull për vajibin apo farzin. Shtash kalojm me ndubi e pëlqyera. Është lërësi, po lërësi është lëshim gjësor. Është lërësi o larësi, lërësi. Ka lëshim gjofësor ati, lërësi e bani. Lërësi. Se larësi do më thonë me shpërla. Gati? Tregun këtu shembullin agjërimi i Ashurës. Këtu këshirni çfarë ka, do të thotë një kundërshtim me atë që e përmendëm më lart. Ku është? Ai dallimi ku është? Kush e ka detektu? Veçeral dhe jo. Vajibi ka dënim, meriton dënim. Po. Këtu nuk ka dënim. Këtu nuk ka dënim për atë që e lën këtë vepër. Sikur se agjërimi i ditëve të Ashurës. Nuk është obligueshme, është e pëlqyer, sunet është. Këtu vjen në shprehje sunetet në përgjithësi. Sunetet në përgjithësi, do të thotë ai që e vepron sunetet meriton shpërblimin e Allahut azza wa jall. Natyrisht nëse e bën me niyet të pastërt, dhe ai që i lën sunetet nuk ka as problem e as dënim. Nuk ka as problem as dënim. Për dallim prej çka refuzimit të tyre që është kufër dhe dalje prej fesë. Ai cili nuk e agjeron Ashurën, nuk ka kur një farë gjunahi. Ama ai cili e refuzon Ashurën, ai cili e refuzon, e mohon, thot s'ka Ashura. Ajo është domethënë thot nuk është në Islam, dhe unë se pranoj këtë, nëse ç'kjo është në fenë Islam, unë s'jam kështu, s'jam ashtu, si ndodh ndonjëherë. Kjo fjalë është kufër. Edhe pse thënësi i kësaj fjale jo çdo herë është kafir. Do thotë kjo është një meselë më tjetër. Vetëm se ai i cili mohon një sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i themi atij ke kujdes se duke thonë fjalë shumë të rrezikshme, e cila rrezikon besimin dhe imanin tonë, duke mos ia theksu fjalën në kufër, sepse është fjalë paksa e vrasht,
ndoshta do thot për personin i cili nuk din vlerën e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për kesha kjo menaxhohet me urtësi duke i thonë, kjo fjalë rrezikon imanin ton dhe besimin ton. Qartë? Ka dikush shtoj diçka po të paksoj. Kjo është harami. Ngjyra është domethënë e tertë. Domethënë hik prej kësaj. Që kjo largohet ngjyra teri kështu me radh, a lexot? Vepra nga e cila largohet besimtari me qëllim afrimi tek Allahu dhe meriton dënimin ai që i afrohet veprës. Ku është dallimi mes? Po. Te vaxhibi është ai që i afrohet, këtu është ai që i largohet. Ma yuthabu fa'iluhu iqtida'an wa yu'aqabu tariquhu është harami. Ai cili i largohet nga kjo vepër me qëllim, me nijet që të realizojë çaj në vend urdhrin e Zotit dhe meriton shpërblimin e Allahut, meriton dënimin e Allahut ai i cili i afrohet kësaj vepre. Sikur se e përmendëm më lart ai shembulli klasik të na pirja e alkoholit. Kur themi haram, çdo na shkon mendja ta ajo. Zakonisht. Nonet këshia, po. Burimi harameve tjera. Ku shkot shembull tjetër për haram? O vllazni, atë që du me bone këtu sonte. Nisen du me arrit. Kur thush ti haram, ta di se çka ki thonë. Nuk është me rëndësi se a thu është haram me pi alkool, është haram me bozino, është haram me kjo. Ja, nisen du me mri sonte. Ti fjalën haram ta kuptosh, kur thu haram, ta di se çfarë definicioni ka fjala haram. Ajo një shembull, ama jo, unë du nisen. Qëllimin e kam vetë çka ta kuptosh ti. Edhe këtë. Masani yrnejket janë sa të duhesh. Kjo është kallopi. Masaj me këtë kallop ti sa të duhesh bën prodhime tjera. Mos respektimi i Allahut. Po. Me kruhi e urejtura është do dhe me kruhi është në kufi, zone e gjelbërt, është kufi, që nuk kupton se je afër me dal ka e kuqe në to, ka harami. Se kom përmend cigaren këto, zakonisht do të tate ka, se kam unë atë mendim, por si do qoftë, se cigarja do më thonë një ka veç një paqet i ka 20. Edhe nëse thena se një cigarë është me kro, që nëse pajtomi, kur ti pish 20, një paqet, shkove dole në gjenë në zonën e kuqe. Hyrja në xhami me komën e majtë, kam përmendur më dietarët me kro, që është do të thotë me hinë xhami me komën e majtë. Po. Qetër. Ta ngresh zonin në xhami. Ti hapi shumë komt në saf. Edhe ajo me kro.
Është e përcjell dikush kohën? 40? Ka. Edhe 4 minuta kemi. Mirë. Mekruhi është vepra nga e cila largohet besimtari me qëllim afrimi tek Allahu Azza wa Jall. Domethënë ti largohesh nga e mekruh dhe e bën niyet që me këtë largim të afrohesh tek Allahu Subhanahu wa Taala dhe të arrish kënaqësinë e tij. Nga ana tjetër, nëse ti e bën këtë vepër, këtë mekruh, do thotë apo këtë lëshim nuk meriton dënimin e Allahut Subhanahu wa Taala. Që du me thonën, Allahu Azza wa Jall nuk dënon për veprimin e kësaj vepre, sikur se është hyrja në xhami me komën e majt. Nëse dikush hyn vazhdimisht në xhami me komën e majt, na i themi ki kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ke bën një mekruh, i cili do të thotë mekruh është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se nuk ki mëkat dhe gjuna për këtë veprim që e ke vepruar. Dhe shumë raste dhe shembuj të tjerë thotë që ka mundësi që të përmendën këto. Mekruh është shembull, do ta përmendë këtu pasi që shumica jemi tri dhe është shembull adekuat. Mekruh është që me ndru sistemin e darsmës dhe martesës, i cili nuk vjen kundërshtim me shariatin. Mekruh është kundërshtimi i traditave që nuk vjen kundërshtim me shariatin. Nuk ban bile her pas here, ato ndryshime ka mundësi që të çndron edhe në haram. Për këtë shkak thotë Allahu Azza wa Jalla wa'mur bil 'urfi wanha 'anil jahilin. Erdhë urdhëro në të mirë apo në njohjen e traditës dhe largon nga ignoranca. Tradita e cila është konform rregullave dhe parimeve të shariatit apo nuk bien në kundërshtim me rregullat dhe parimet të shariatit gjenerale. Do të thotë ajo traditë është pjesë përbërëse e shariatit të Allahut Azza wa Jalla. Nuk vjen në ndesh dhe se çdo musliman e ban organizimin e jetës fetare konform atinve traditave lokale që i ka, të cilat nuk vinë në ndesh me shariatin. Sikur sa është mënyra organizimit të darsmës, të cilat nuk kanë do të thotë probleme fetare, mënyra e organizimit apo të pritjes së mysafirit, të përcjelljes së mysafirit, nuk bën mysafirit mi prit dhe mi përcjell shemë sikur bëjnë arabët. Shohim televizor si i përcjellin mysafirt, edhe na sikur ato, jo. Na sunnet e kemi mi përcjell dhe mi prit mysafirt, ashtu si e kemi gjetë prej gjyshve ton, baballarëve ton. So është tradita jon. E se nuk vjen ndesh me shariatin. Shariati kur nuk ka shkruajtur se kur të veri mysafiri, domethënë duhesh me prit sparier me molla, e masën e mi dhon kafe, në thun t'jap parfem ti thyshat ka shtëpia. Kur nuk shkruan kjo. Arab për shembull në fund kur ta çesin parfemin, dhe me ka hajde u dhe marr të kaftë, erdh vakti me shku. Ashtu është ata. Kur ta çesin parfemin arab, mos le plastik, po del çu shka. Për shembull te na dihet si pritet mysafiri, pritet me çaj, me kodi diçka edhe kështu me radh. Nuk i qitet kafe arabe, për pasaj nëse nuk e din. Po nëse i qet kafe arabe, një shqiptarit e cili kurse ka nijat kafe, ati kam një duk helm. Dhe ti faktikisht ke bon një mekruh, sepse ki kundryshu traditën tënde. Me qëllim po e potencoj këtë, se ndonjëherë nga dashuria e madhe që kemi ndaj fesë, i përzim dhe tot çështjet e dinit dhe shariat. Mubahi, e lejuara. Çdo me thonë këtu, ko i ka komazhe. S'është problem. Gjumi. Përveç se nëse mubahin njeriu mundohet që ta bëj me qëllim forcimi për ibadet dhe adhurim i shndrohet në sevape. Sikur se njeri i cili bie me flet për me pushu edhe pushoj pak më shumë edhe të çohet fale namaz natë. Shpërblet domethënë për atë kurreshë dhe për atë organizim që e ka pas për ta realizuar ibadet. Kush është faqih? A ta kthej masa? Mirë. Falni vëllazë. Që kjo është? Duket?
Keq, ki gjuna. Po mirë, po që mos kërat, po që mos bot namazit drejtë. Ajo nëse ban me qëllim afrimit tek Allahi, shndrohet do të thotë në sevap. Sikur se mujahidi i cili han për të forcuar për xihad. E kemi në fund edhe një mesele edhe e krym. Kush është feki? Kush është hoq? Këtë janë o gjallar. Te ne, gjdoj ditë është hoq. Hoq është e që kanë drejtë mobila, hoq është mekaniki, hoq është trektari. Kushtmëria është hoq. Ama mekanik gjithë nuk janë. As zanaçi nuk janë gjithë. As telefonxhi nuk janë gjithë. Ama gjitha këto profesione tjera janë edhe o gjallar. Për fat keqësi. E hoq është ke. Nëse dikush i ka këto cilësi, këto performansa, është hoq. Nëse si ka, i themi ti je telefonxhi, je kompjuterxhi, je gjalimir, je haxhi, kreta më hoq nuk je. Qartë? E këtu ka një lëshim të cilën me qëllim e kam bë unë, që është do të thotë pak për ta ngjall ambientin, kush e ka gjetë. Ai që din një sasi të madhe nga dispozitat e shariatit të mbështetura në Kur'an dhe Sunnet. Ai do t'ju ndihmoj pak, a mjafton kaq? Hajde fol tjera. Sasia në se sa duhet të di. Ja, një sasi të madhe, këtu s'ka numra, s'ka kallop. Në mbështetje, po për anë profesionale. Po, edhe në kuptimin e sahabeve dhe pasuesve të tyre. Kjo është ajo. Edhe në kuptimin e sahabeve dhe pasuesve të tyre, apo më mirë thonë, sipas kuptimit të selefit. Rahmetullahi alayhi. Ha? Kaptina e pastërtisë janis nesër kismet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për durimin dhe sabrin. Jeni të lirë, do të thotë 15 minuta.